Ky është Leon Begolli. Ai është vetëm 15 vjeçar dhe këtë vit ai është haxhiu më i ri në mesin e 1576 haxhilerëve nga Kosova. Leoni këtë vit do ta kryej haxhin së bashku me gjithë familjen e tij, për çka thotë se e bën të ketë një ndjenjë të jashtëzakonshme. Në haxh kemi planifikuar me shku unë, babi, mami dhe motra, kurse ideja babi ka planifikuar para ca viteve, por konfirmimi që kemi me shku për haxh ka qenë vitin e kaluar kur jemi shënuar në listë. Elhamdulillah është një ndjesi shumë e mirë për të qenë ndër haxhilerët më të ri të Kosovës. I falenderojmë Allahut xhele xhelaluhu që na i mundsoi me shku në haxh këtë vit, na japi shëndetin, kushtet. Leoni që ende se ka parë çabën, përjeton ndjesi të veçantë, teksa ndajnë vetëm edhe pak ditë nga vizita e tij e parë atje. Çabja mendoj që është pe objekteve më të mira ose më e mira që kemi në këtë botë. Ajo është me mira vjet prej nga koha e pejgamberëve, ku kemi Ibrahimin a.s. që ka qenë me birin e tij ndërtues. Tashmë ai thotë se ka lexuar disa libra që flasin për rregullat e haxhit. Mirë po, ka dëgjuar edhe ligjëratat e udhëheqësve të haxhit, të cilët u kanë shpjeguar disa prej rregullave të kryerjes së këtij obligimi. Kam shfletuar ca libra, mburoja, të cilat kanë treguar për gjitha rregullat, për ihramin, por kemi qenë edhe pjesëmarrës në ligjërata, kemi qenë pjesëmarrës në ligjëratën e Hoxhës Sadat Rustemi, ku kemi marrë edhe udhëzimet për haxh në kohën e ihramit, por edhe gjatë vizitave tjera në vende të ndryshme. Haxhiu më i ri nga Kosova, krejt në fund na tregon se çfarë do të lutet në vendet e shenjta gjatë kryerjes së këtij obligimi. Po së pari do të lutem që të kem një të ardhme të mirë, familjen të kem mirë, të ardhmen time të jetë mirë e shëndosh në udhën e Allahut, pastaj për familjarët, për shokët, për gjithë ata që kanë qenë afër meje, për gjithë ata që janë nevojtarët.